Altin Sulçe, A2 CNN. Sa e vështirë është të markosh një lojtar si Lewandowski, që ka cilësi të jashtëzakonshme, një pyk tipike europiane, dhe natyrisht mendohet që është rreziku më i madh për mbrojtjen tonë. Për me kone vështirë është shumë e vështirë, nuk ka dyshim aty, sepse është një nivel në vitet e fundit, të them sa ma aq lartë, besoj që është shumë e vështirë të arrinë sulmuesit. Ajo është një ndër atyre sulmuesve që ka bo karrierë kaq të gjatë në ato nivele, por prapë nuk do jem, besoj vetëm që ta provojmë të ndalim me Lewandowskin apo tjerë lojtarë, besoj që duhet gjithë skuadrat të jetë në momentet e mira, si që në mbrojtje, si që edhe në sulm. Hi, Gazim Hilaj, The Telegraph. So, Berat, as a captain of Albania, of course, it's a small nation, and you've won the Europa League with Atalanta. You've done an amazing career in terms of the club. Between winning the Europa League title and the cup that you've done and reaching to the World Cup finals, which one would you choose? Like, what does that mean for you? Like, as a captain of the Albania national football team, to reach out to the World Cup. Of course, you have the Poland game, which is the first one, and then you're going to go to the second if you qualify. But reaching to the World Cup as an Albanian, as a captain of the Albania national football team, what does that mean for you? Berat, ti ke një karrierë të mrekullueshme me klubin, ka arritur të ngresh trofeun e Europa Ligës me Atalantën. Nëse do duhet të zgjidhje mes trofeut të Europa Ligës me Atalantën dhe mundësisë për të shkuar në Kupën e Botës me Shqipërinë, cilën do të zgjidhje dhe mbi gjitha çfarë do të thotë për ty të drejtosh kombëtaren shqiptare si kapiten drejt një, sigurisht që është ndeshja përpara me Polonin, por potencialisht duke shkuar drejt Kupës së Botës. Besoj që në këtë moment nuk jam në atë pikë që të vendosi si që cilën ta preferoj, por besoj që si kapiten me bo një histori kaq të madhe me Shqipërinë, besoj që do jetë e mrekullueshme dhe pa fjalë, por besoj që duhet të shikojmë hap pas hapi dhe besoj që ndeshja më e rëndësishme është nesër,